Një ditë Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte në Qabe. Dhe Abu Jehli, sërish ky njeri i pa ngopur kundrejt Muhamedit alayhi salam, thot do të shkoj dhe do ta shkel në qafën e tij derisa ta mbys. Derisa ta mbys, aq urrejtje të madhe kishte kundrejt Muhamedit alayhi salatu wassalam. Niset Abu Jehli me një vrudh madh, me një dëshirë të madhe për ta mbyt njeriu se thashte la ilaha illallah. Mirë po, afrohet pranë pejgamberit alayhis salam dhe shtanget, dhe ndalon vend, bën pak mbrapa, pastaj dëshiron sërish të shkoj tek Muhamedi alayhis salam dhe sërish shtanget, edhe herën e tretë e njëjta gjë. Pastaj largohet dhe kthehet tek shokët e tij, kthehet te shejtanët e tij. I than, o ti njeri, çfarë ndodhi me ty? Ti edhe besën që do ta bësh këtë gjë, do ta shkelesh me këmbët e tua. Çfarë ndodhi? Thot, nuk e di çfarë ndodhi, por kur u afrova pranë tij, pash një hendek apo një kanal për zjarri. Pash një hendek për zjarri ndërmjet tij dhe meje. Kështu Allahu subhanahu wa taala në disa raste e mbrojti pejgamberin alayhis salam. Për çfarë? Për të tregu pejgamberdhëkun e këtij njeriu. Për të tregu pozitën e këtij njeriu tek Allahu i lartësuar. Dhe në disa raste e la Zoti që të sprovohej për të na dhënë neve mësim që kjo rrugë është rruga e sprovave. Dhe tha Muhamedi alayhis salam për këtë rast, po ta kishte bo dhe një hap Abu Jehli afër meje, do ta kishin bë atë me lajket copa. Do ta kishin bë me lajket copa, do ta kishin shkatru. Se as ka fushi Allahu i lartësuar. Wallahi, Allahu subhanahu wa taala ka fuqi për çdo gjë. Kjo është rruga